Jemi përsëri së bashku, përveç temave të rëndësisë së muajit të shenjtë Ramazanit dhe në veçanti edhe të festës së Fitr Bajramit, ne mundohemi të sjellim përpara jush edhe histori personale të personazheve të ndryshëm. Unë sot ne së bashku me Gzonen kemi në studio një student në fakultetin për teologji, ajo është Erlin Cura. Faleminderit që pranove ftesën, ti je sot këtu me neve në televizionin tonë. Mirë se erdhe dhe gëzuar Fitr Bajramit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, edhe juve urime dhe mikëzime Fitr Bajramit. Faleminderit. Që jemi në festën e Fitr Bajramit, na tregu pak si po kalon ti këtë ditë të Fitr Bajramit dhe si po ndjehesh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina. Falënderime dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahu xhalla shanehu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, paqe dhe mëshirë kërkojmë. Selame dhe selavatet ja dërgojmë më dashnit ton Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithëve atyre që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Për secilin besimtar musliman, për secilin person i cili e ka kalu një muaj të shenjtë, siç është Ramazani, një muaj të bekumën, besoj që kulmi i këtij muaji të bekumit Ramazanit është festa e Fitr Bajramit. Unë personalisht këtë Fitr Bajram e kam fillu me një detyrë tre, me një detyrë si imam një xhamie pak më të veçuar në kraj, për arsye të xhamatit, ndoshta për arsye të këshillit, për arsye të mallësisë, edhe duke e pas parasysh se në kraj përgjithësi është duke u vyshk popullsia, por se kjo xhami veçohet nga gjitha tjerat, nga numri i xhamatit, nga numri i besimtarëve në përgjithësi, por unë kam pasur privilegjin që t'jem për herë të parë, t'ja filloj karrierën pak më seriozisht, sa i përket karrierës si imam, t'ja filloj në këtë xhami dhe me të vërtet ndihem shumë i privilegjuar, ndihem shumë i kënaqur për arsye se i kam dhënë edhe vetit në një farë lloj mënyre, i kam dhënë vetit grad më të lartë, por përgjithësi shumë më të madhe. Dhe kjo gjë mu bën shumë gëzuar dhe shumë kënaqur. Kur e morë lajmin apo ftesën që të bëhesh një imam në xhaminë e Ustrosit të Madh, cila ishte ajo ndjesia që more? Duke menduar se kisha shumë përgjegjësi për me marrë detyrën e imamit në këtë xhami, por unë vendosa dhe kam një veten si obligim, domethënë njerëzor, mos edhe moral, por edhe sa i përket fetar, që ta marrë përsipër këtë xhami, të pruj diçka të re, sa i përket nga gjitha anët. Dhe me të vërtet falenderoj gjithë, si katunin, si krajën përgjithësi, edhe kolektën. Ishte mbështetja madhe kur të parë? Shumë e madhe, me të vërtet jam habitur, sepse secili imam e din pak a shumë deri në cilën grad do ta ketë kënaqësinë e xhamatit, kënaqësinë e kolegëve, kënaqësinë përgjithësi gjithë, por unë kam dalur, si i thonë, nga ato pritshmëritë që kisha. Kam dalur nga pritshmëritë, nga gjithë anët, them drejtën. Cilat janë ato kujtime që të ngjallën ty nga ajo xhami, nga fëmiria jote? Them drejtën, kam shumë kujtime. Më i mend si fëmijë kur kam shkuar në këtë xhami, jo që nuk e kisha menduar që do të isha imam, por as xhamat, them drejtën. Dhe për mua, nuk e di, unë mendoj që udhëzimi vjen prej Zotit në përgjithësi, dhe Zoti është ai i cili rregullon secili prej nesh punët në këtë dynjë, edhe mua më ka rregulluar sa i përket kësaj rruge, më ka rregulluar në mënyrën më të bukur dhe më të mirë që mund ta ketë një person, një njeri, e sidomos një njeri si unë apo si kolegët e mi. Sa bukur je shprehur tash. Gjithmonë është e vërtet që Zoti gjithmonë ja rregullon gjithë secilën çështje atij që edhe i lutet. Kemi parë që në muajin e Ramazanit xhamia Ustrosit të Madh ishte shumë e frekuentuar. Kishte xhamat, por edhe kishte edhe ligjërata. Si ishin aktivitetet për këtë xhami? Në fillim, të para fillimit të muajit shenjtë Ramazanit, i kisha pak a shumë disa pika apo disa çfarë unë si imam i ri në atë xhami, çfarë duhet të bëja, çfarë organizimi do të bëja si imam i ri. Them drejtën, ja kisha filluar sigurisht me ligjëratat edhe ditët parë me imamin e nderuar Besim Efendi Curën,
dhe pastaj duke vazhduar me ligjëratën me kulmin me një natë të veçantë që kishim me kryimamin e krajs Irfanin dhe me Behar Efendi Mjekiqin, doktorin ton, dhe me të vërtet isha habitur nga numri i xhamatit. Jo vetëm numri i xhamatit në kohën kur vishin ligjëratat, por në përgjithësi në gjitha natë. Si natën e parë, si në dytën, deri në fundin, sidomos natën e katërt, deri tek Bajrami që jemi sot. Duke marrë parasysh që kraja dita ditës i bie popullsia, çfarë mund të na thoni për këto sa ka mbetur? A ekziston alo fryma islamit? Po, mendoj që unë mundem të flas vetëm sa i përket xhamisë time dhe me të vërtet atë çka shoh në xhamitë time dhe xhamatin që shoh, një xhamat shumë fort, një xhamat që ka shku 60 vjet në xhami, edhe unë megjithse edhe kapuçin ose çallmen e imamit, mund të them që unë jam nxënës i tij, duke pas parasysh se ai sa imam para me ka kalu. Unë nuk i kam karrierë sa ka ai në xhami. Si të priti xhamati si një i ri i kësaj zone, si të ka pritur ky xhamat? Xhamia ose xhamati në përgjithësi kanë pas ato pikpyetjet e veta, në përgjithësi sepse as mua si imam i ri nuk më kanë njoft sa i përket profesionit apo mënyrën se si organizoj ligjëratat, si organizoj faljen e teravive, si organizoj faljen e namazëve xhumas dhe sigurisht xhamati kërkon një imam mirë e më të mirë, a kupton? Por se ato mendojnë që janë datë kënaqur, duke i pa gjithë numrin e rritjeve. Unë për shembull kam pasur si mendje se nuk do të ishte më shumë se 15 apo 20 vjet. Por kjo ma ka hedh komplet poshtë. Unë për çdo natë minimum i kam pas 25 deri 30 edhe më shumë. Sidomos në netëve kur kena organizu ligjërata të ndryshme. Që ky numër është mjaft i madh për krajen. Meqense se prekem rëndësinë e Ramazanit, prekem pak edhe Fitr Bajramin, do të shkojmë tek fillimet tuaja. Si një i ri, si vendose që të marrësh rrugën, të shkosh drejt rrugës së Islamit? Të them të drejtën, si çdo i ri, me ato pikpyetjet e veta që ka në mendje, që ka rreth të ardhmes, nuk besoj se vetëm i riu, por secili njeri, në përgjithësi apo i rritun, ka me dyshjet e tij dhe pikpyetjet për të ardhmen. Unë si një 15 vjeçar që isha atëherë, sapo kisha mbaruar shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Ostros, kisha ato me dyshjet e mia. A do të vazhdoja në Ulqin, a do të vazhdoja në Tuz, në medresen Mehmet Fati. Por nuk e di diçka, unë e quaj diçka hyjnore për arsye se nuk e kisha atë vullnetin aq të madh atëherë, vetëm e kisha pikpyetjen pse? Pse ekziston Zoti? Pika numër 1. Pse ekziston Islami? Për çfarë roli ka Islami tek njeriu? Dhe këto ishin pikpyetjet e mia, por përgjigje nuk kisha. Këto përgjigje i gjeta në medresen Mehmet Fati, të them të drejtën. Gjatë vazhdimisht duke përfunduar vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë, unë jam borxh shumë asaj shkolle për shumë arsye, që ma mësoj fen, që ma mësoj rrugën e drejtë, që ma mësoj Islamin, sepse Islami është rrugë e drejtë për secilin prej nesh. Dhe pas përfundimit të medreses Mehmet Fati, përsëri isha i jetur për dije rreth Islamit. Por përsëri isha me dyshje. Çfarë do të vazhdoja? Cilën rrugë? Dhe të them drejtën, e dhash si mendim tek familja, e dhash si mendim tek shoqënia, dhe jo që ma aprovuan, por edhe me shtynë edhe ma shumë. Dhe mendoj që secili i ri ka nevojë për shtyrje, sa i përket atyne mendimeve dhe prioriteteve që ka gjatë jetës së tij, ka nevojë prej familjes, ka nevojë prej shoqënisë ku rrethon, ka nevojë edhe prej komunitetit në përgjithësi. Patjetër. Cilat janë ato sfida ti që si një imam vazhdon edhe shkollimin, por edhe qëndron si imam? Sigurisht sfidat janë shumë mëdha, sidomos për mua tani që jam edhe student, jam edhe imam i xhamie, siç edhe thash, xhamia është pak
ma e gjanë dhe kërkon imamin tjetë aty shumë ma rregullisht se xhamia tjera. Është vështirësi shumë e madhe, por se unë e gjej kohën, sepse njeriu në përgjithësi e gjen kohën për çdo gjë të cilën ka dëshirë dhe ka vullnet. E vetme gjë që mua ose secili prej nesh na mungon vullneti. Nëse kena vullnet, koha mund gjinet për çdo gjë. Sa ka ndihmuar edhe detyra si imam edhe në studimet që jemi duke vazhduar në Prishtinë? Në përgjithësi, ai i cili e bën detyrën e imamit dhe e bën po ashtu studion sa i përket dijes islame, studimeve islame, bashkohen shumë mirë, për arsye se ti mëson në fakultet dhe çka e shpërndan me xhamatin tanë, e shpërndan me popullin tanë. Dhe kjo ka një lidhje shumë interesante dhe shumë mirë, që mua më ndihmon shumë, nga se ndihmon nga ana të shprehurit, ndihmon nga ana e përfitimit dijes. Përfitimi dijes është moment që ti e shpreh dhe ligjeron me xhamat. Sa shef që brezi i ri ka interesim për këtë shkollim dhe duhet të jenë në këtë rrugë? Unë shoh që brezi i ri, të them drejten, ka dëshirën, por i mungon diçka tjetër, i mungon shtyrja. Çka mendoj unë? Se në ditë sotit, çka jam duke parë unë, ka nevojë për mbështetje. Ka nevojë sidomos nga familja, sidomos nga shoqënia. Shoqënia është një nga sebepet kryesore që ato të devijojnë. Ta kthejmë pak rëndësinë të kjo fesë këtu dhe pse jemi sot. Tek rëndësia fesës së Fitër Bajramit. Sa ka rëndësi në kjo fesë? Rëndësia fesës së Fitër Bajramit ka rëndësi shumë madhe. Për arsye se na kena kalu një muj, një varg adhurimesh sa i përket muajit bekuar të Ramazanit dhe ky është me plot sakrifica që të panumërta. Jo si imam, jo kolegët e mi, por çdo mundet kur njeri ta përshkruajë rëndësinë që ka pas muaji i bekuar i Ramazanit. Sa njeriu ka mundësi apo sa dietari ka mundësi që ta komentoj Kur'anin, tefsirin e Kur'anit deri në fund, sepse është një det i pafund, po aq ka mundësi edhe muaji i Ramazanit që të madhrohet në aq sa i takon, aq sa ka edhe hakun. Për atë na kena kalu një muaj të madh siç është muaji i bekuar i Ramazanit dhe kulmi i këtij muaji të Ramazanit është festa dhe uniteti që na bashkon në Fitër Bajram. Cili do të ishte një mesazh për në fund për këtë festë madhrueshme, festën e Fitër Bajram? Unë në përgjithësi duke pas parasysh se ka ardhur kjo koha e cila jemi largu njëri me tjetrin, jemi distancu komplet. Besoj që siç ka qenë një Ramazani, një shtyrje për na bashku në për iftaren të ndryshme, në për organizime të ndryshme, në për tubime të ndryshme, edhe Fitër Bajrami duhet që ne të na bashkoj tek njëri tjetrit, të na bashkoj tek të afërmit ton, nga se i kemi hak, kena obligim ndaj të afërmëve. Dhe ky besoj që është porosia kryesore e jona që të shkojmë tek të afërmit ton dhe të jena pak shumë të lidhur, jo pak, por shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ajo është rëndësishme të jemi të lidhur dhe në këto ditë feste patjetër të vizitojmë njëri tjetrin dhe të shprehim solidaritet dhe falënderime njëri me tjetrin. Len, faleminderit shumë për këtë bisedë që kishim, që prekem edhe fillimet tuaja në rrugën e Islamit, por edhe detyrën që morë si imam. Faleminderit edhe për mesazhet e shumta që ke përçuar edhe për te ekranit tonë. Gëzuar edhe një herë. Gëzuar. Falenderojmë atje dhe shikuesit e televizionit Teuta që rrinë qëndrojnë me neve gjatë kësaj dite. Ky ishte Imam Erlin Cura, imam në xhamin e Ostrosit të Madh në Kraj. Ne në vazhdim do të shkojmë me një ilahi të bukur sepse ja ka hije kësaj feste.